Ministri i Punëve të Brendshme Samir Tahiri ka miratuar udhëzimin për nisjen e procedurave të hartimit të listave zgjedhore në kuadër të zgjedhjeve të 18 qershorit 2017. Përmes një njoftimi për shtyp, Ministria e Brendshme sqaroi se ekstraktet e përbërësve zgjedhor dhe listat gjenerohen automatikisht nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile. Ai gjeneron formatin elektronik të ekstraktit të përbërësve zgjedhor brenda datës 20 dhjetor 2016. Të ndarë për çdo bashki sipas qendrave të votimit të zgjedhjeve lokale të datës 21 qershor 2015. Nën punë si zyrës së gjendjes civile në rast se konstaton se ka qendra votimi në më pak se 200 zgjedhës apo në më shumë se 1000 zgjedhës, njofton brenda 48 orëve kryetarin e bashkisë. Në rast se qendrat kanë në më pak se 200 zgjedhës, ato do të bashkohen me një qendër tjetër dhe në rast se ka më shumë se 1000 zgjedhës, do të ndahen në 2 qendra. Në format të posaçëm është lista e zgjedhësve të cilët janë mbi 100 vjeç në datën e zgjedhjeve, si dhe lista e zgjedhësve që e ka numrin e qendrës të ndryshëm nga qendrat e votimit që i përkasin kësaj zyre të gjendjes civile. Zyrat e gjendjes civile në bashki brenda datës 4 janar 2017 publikojnë ekstraktin e parë të përbërësve zgjedhor të gjithë zgjedhësve. Ekstrakti i përbërësve zgjedhor do të publikohet edhe në datë 3 shkurt 2017, në datë 5 mars 2017, në datë 4 prill 2017 dhe në datën 4 maj 2017 në zyrat e gjendjes civile. Zgjedhësit të cilët konstatojnë se në përbërësit e tyre zgjedhor ka mospërputhje, i drejtohen zyrës së gjendjes civile përkatëse për të bërë rregullimet e mundshme. Çdo zyrë e gjendjes civile në bashki më datë 8 maj 2017 printon nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile dhe e firmos listën e zgjedhësve për çdo qendër votimi, duke e përfshirë edhe institucionet e posaçme nën jurisdiksionin e saj. Kryetari miraton dhe firmos listën dhe e dërgon brenda datës 13 maj 2017 në të 3 formatet e parashikuara në kodin zgjedhor në KZZ përkatëse.